Evropianët po integrojnë inteligjencën artificiale gjithmonë më shumë në jetën e tyre, por disa vende janë më të prirura se të tjerat sipas të dhënave. Që nga dalja në treg e ChatGPT nga OpenAI në 2022, më shumë se 1.2 miliard njerëz në mbar botën kanë përdorur mjetet e teknologjisë së re, sipas një raporti të Microsoft. Kjo tregon një rritje më të shpejtë të përshtatjes në raport me teknologji të tjera kryesore, duke përfshirë internetin, kompjuterin personal dhe telefonin inteligjent. Sot Bashkimi Evropian e ka bërë inteligjencën artificiale pjesë të përditshmërisë, veçanërisht vendet më të pasura. Irlanda udhëheq shtetet anëtare me 41.7% të popullsisë që përdor mjetet e inovacionit rregullisht në jetën e përditshme ose në punë. Pastaj vin Franca 40.9% dhe Spanja 39.7%. Ndërsa në fund të listës gjejmë Rumaninë 15.3% dhe Greqinë 17.7%, ku njerëzit janë më pak të prirur për të përdorur teknologjinë e re. Për sa u përket vendeve jashtë Bashkimit Evropian, Norvegjia dhe Mbretëria e Bashkuar gjithashtu janë përdoruese intensive të inteligjencës artificiale. 45.3% e norvegjezëve dhe 36.4% e britanikëve e përdorin rregullisht. Sipas Microsoft, integrimi global i kësaj teknologjie lidhet ngushtë me ekonominë një vendi. Në veri të globit, vlera është rreth 23%, krahasuar me 13% në shtetet e jugut. Zgjerimi i inteligjencës artificiale ka qenë gjithashtu më i shpejtë në vendet me infrastrukturë të fortë elektrike dhe ndërlidhje kompjuterike. Megjithatë, pothuajse 4 miliard njerëz në mbar botën jetojnë në rajone ku këta faktor mbeten një sfidë. Ndryshimi nuk lidhet vetëm me aksesin në mjetet e teknologjisë së re, ai reflekton edhe pabarazitë më të gjera në infrastrukturë, edukim dhe gjuhë, thuhet në raport.